Mirë, do të rikthehemi zhvillimeve në Kosovë. Ditën e sotme do të zhvillojë një vizitë të rëndësishme zonja Kaja Kallas, aty ku pritet të jap edhe mesazhe për procesin e dialogut midis Kosovës edhe Serbisë, por edhe për proceset integruese. Pikpyetje ka nëse do të ketë një qëndrim apo jo për ngërçin politik. Për këtë, por jo vetëm, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me profesorin Exhmedin Smajiun. Zoti Smajiu, përshëndes. Përshëndetje. Kënaqësi, gjithmonë. Doja dija nga ana juaj, përtej pritshmërive për deklarata, për proceset integruese të Kosovës, raportet e dialogut midis Prishtinës edhe Beogradit, pret të ketë deklarata të forta përsa i përket ngërçit politik në Kosovë nga Kaja Kallas? Po, pikërisht lidhur me këtë çështje, me këtë temë, ishte në zyrën time sot në Mitrovica dhe ambasadori britanik. Po? Në shkencëtësia e tij Jonathan Hargreaves. Dhe biseduam edhe lidhur me këto çështje, besoj që janë po ashtu do të jenë temë bisedime të Kaja Kallas me zyrtarët e vendit. Tani ne kemi një marrëveshje të arritur në mes të kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić, e cila nuk po zbatohet pikërisht për shkakun që palët kanë frikë se pala tjetër nuk do ta zbatojë pjesën e vet të marrëveshjes. Dhe këto janë dy çështje kryesore, të cilat janë, si të them, të pakthyeshme. Një, autonomia serbe të Kosovës përmes asociacionit. Nëse Kosova këtë bën, nuk mund t'ua rimarr autonominë pastaj. Në çfarë do të bëjë pastaj qeveria e Serbisë. Apo çështja tjetër është hapja misioneve të përhershme diplomatike të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë, që është njohje de facto dhe de jure e Kosovës nga ana e Serbisë, e që quhet njohje në heshtje. Nëse kjo bëhet, atëherë Serbia mund t'ja heqë ambasadën, mund të tërheqë ambasadën vet nga Prishtina, por nuk mund të shbëjë njohjen. Kështu që palët kanë kujdes në këtë çështje dhe prandaj dëshirojnë, po ndaj janë hezituese të zbatojnë pjesën e vet të marrëveshjes, duke pasur frikë se pala tjetër do të tradhtojë ose nuk do ta bëjë pjesën e vet. Pikërisht kjo ka qenë edhe tema e bisedimeve mes meje edhe ministrit jashtëm Gjurić të shtunën që shkoi kur isha në takim në zyrën e tij në Beograd. To janë është një çështje delikate, cilën nevojitet një, si të them, nevojitet lëvizje milimetrike të hapave, të ndërsjella në mënyrë që të zbatohet kjo marrëveshje e cila tashmë ka mbushur më shumë se një vit që nuk po zbatohet. Dhe që është dhe ka pasur tendenca për të rrezikuar, për të krijuar realitetet të reja në terren, të cilët do ta bënin të pamundur realizimin e kësaj marrëveshje. Por realizimi i kësaj marrëveshje është interes reciprok. Është interes i Kosovës, interes kombëtar i Kosovës, interes kombëtar i Serbisë që të realizohen dhe e natyrshme që tash Kaja Kallas do të përpiqet të jap kontributin e vet në këtë drejtim në realizimin e kësaj marrëveshje. Se si është strategjia e saj, në varësi të strategjisë që ajo ndjek, atëherë dhe mund të kemi sukses ose mos sukses në këtë çështje. Qartë. A ka vëmendje nga Kaja Kallas, nga Bashkimi Evropian për ngërçin politik, profesor Smajiu? Nuk e di atë, tani do të shohim se çfarë do të deklarojë ajo, po sigurisht që ngërçja politike në Kosovë është një çështje që nuk i lëvërdis partnerëve të Kosovës, aleatëve të Kosovës, më shumti nuk i lëvërdis vetë Kosovës. Si duket vetëm klasës politike dhe partive politike në Kosovë, po i lëvërdis ky ngërç, është në interesin e të gjithëve dhe secilit prej tyre, por jo dhe qytetarëve që paguajnë taksa për
për ta udhëhequr vendin dhe për t'i zgjedhur problemet e vendit, sepse me ngërsh politik sigurisht humbet një mundësi e cila tani është, shiko, për Kosovën është një moment, si të them, jashtëzakonisht i mirë që të nxjerrë këtë realizimin e marrëveshjes me Serbinë, sepse Serbia dhe pushteti në Serbi është në telashe të mëdha. Dhe natyrisht një zgjidhje e këtij problemit do të ishte më lehtë, domethënë për Kosovën në një situatë të tillë, por jo vetëm Serbia është në telashe, dhe ne po i krivim telashe vetit dhe po e humbim këtë oportunitet të cilin po na e ofron situata në Serbi. Si duket, klasa politike e Kosovës nuk është mjaftueshmërisht e motivuar patriotikisht që të veprojë, duke shikuar interesat e vetë të ngushta, edhe po e humb këtë rast në ideal për të kryer punë me Serbinë. E kuptova. Zoti Zveriju, ka një zhvillim në minutave të fundit. Shoqëria e Kosovës, aktivistë ndryshëm parashikojnë që të zhvillojnë një tubim, një protest për të tërhequr vëmendjen e klasës politike që të zgjidhin gërçin politik. Nuk është përcaktuar ende një orë edhe një datë në varësi të zhvillimeve, është në komunikimin zyrtar. Është kjo rruga e dur, do të funksionon diçka e tillë në Kosovë, pra presjonja i aktivistëve, i shoqërisë civile, i qytetarëve thjesht? Varet se kush janë ata aktivistë, kush është ajo shoqëri civile, varet shoqëri civile në këtë rast